Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë. Siç kemi thënë edhe më parë, policia e shtetit do të jetë gjithmonë në komunikim të vazhdueshëm, të hapur, transparent dhe të përgjegjshëm me qytetarët dhe opinionin publik, duke informuar në çdo kohë për çështjet që prekin sigurinë publike, interesin e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në kuadër të këtij angazhimi, sot jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rrjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogarit dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshim, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga ana jonë dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqishëm. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë së rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundërligjshëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit. Në emër të policisë së shtetit, ju bëj thirrje administratorëve të hoteleve, restoranteve apo subjekteve tjera turistike dhe tregtare që kanë konstatuar raste të ngjashme, të paraqesin kallëzim pranë strukturave tona të hetimit krimit kibernetik dhe të ruajnë çdo provë materiale elektronike që mund t'i shërbejë hetimit. Të nderuar qytetarë, dua të theksoj se krahas këtij hetimi specifik, policia e shtetit ka vijuar me intensitet të plot dhe të lartë zbatimin e planit të masave për sezonin turistik dhe garantimin e tij në të gjithë vendet. Strukturat tona janë në terren çdo ditë për parandalimin dhe goditjen e kriminalitetit në të gjitha format e tij.
parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, luftën kundër narkotikëve, trafiqeve të palishme, identifikimin dhe arrestimin e autorëve të zjarreve, parandalimin e kultivimit të kanabisit dhe shpërndarjes drogave, kapjen e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, goditjen e krimeve disore, lojrave të fatit dhe armbajtjes paleje dhe krimeve të tjera ndërkufitare. Një prioritet i rëndësishëm është rritja e sigurisë rrugore përmes monitorimeve të shumta në akset kryesore dhe zona turistike, duke përdorur mjente inteligjente dhe dronë, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e një qarkullimi sa më të sigurt dhe të rrjedhshëm pavarësisht fluksit gjithnjë në rritje. Po ashtu, policia kufitare, njësia policore detare dhe policia alpine janë në gatishmëri të plotë për të shkuar në ndihmë qytetarëve dhe turistëve, duke ofruar asistencë, orientim dhe ndërhyrje të menjëhershme në çdo rast nevoje, qoftë në zonat e thella malore ashtu dhe në hapësirën detare. Çdo strukturë e policisë shtetit është në shërbim qytetarëve dhe vizitorëve 24/24, me një objektiv të vetëm, që çdo qytetar dhe turist të ndihet i sigurt në Republikën e Shqipërisë. Shqipëria është një vend i sigurt dhe mikpritës. Ne do të vjojmë të përmbushim me vendosmëri detyrën tonë kushtetuese për mbrojtjen e jetës, pronës, rendit publik dhe interesit të vendit në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët, bizneset, institucionet dhe partnerët tonë ndërkombëtar. Ju faleminderit dhe i hapur për pyetjet që do bëni. Zoti Jita Besar, Bajraktari nga televizioni Klan News, gjatë 24 orëve të fundit nga mediat në Maqedoninë e Veriut ka patur raportime për pengimin e disa personave të kalimit të tyre në kufi, në kufirin me ne, të cilët kanë qenë në shoqërinë edhe të disa deputetëve të partive politike, pra shqiptar, në Maqedoninë e Veriut. Ka patur ndonjë mall nga ana juaj apo si qëndron e vërteta? Faleminderit për pyetjen. Policia e shtetit dhe policia kufitare është garant i zbatimit të ligjit dhe për këtë arsye dija në pikën kufitare të qartanës janë paraqitur 4 shtete me qëllim për të kaluar në kufi. 3 prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u është bërë me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhëtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk është rast që është i veçuar apo izoluar, kjo është puna përditshme e policisë kufitare. Ne zakonisht mesatarisht në vit, gjatë vitit 2025 kemi kthyer dhe persona tjerë në 625 raste. Edhe gjatë këtij 6 mujorit të parë kemi të evidentuar dhe të kthyer persona në 425 raste të tjera, kështu që kjo është një punë e përditshme dhe nuk ka ndonjë vend për panik apo të thuash që policia nuk ka qenë prezent dhe për të kryer detyrën e saj. Faleminderit edhe juve për pyetjen. Kjo video që është transmetuar në rrjetet sociale dhe në platformat e tjera është vërtet një video e rëndë, ku shiten disa të mitura që kryenin veprime të dhunshme ndaj një personi tjetër dhe për këtë arsye që në datë 9 qershor policia ka kryer veprime procedurale dhe ka referuar rastin në prokurori. Më pas, gjatë veprimeve hetimore që janë zhvilluar në vazhdimsi së bashku me prokurorin, ka vazhduar ndjekja penale. Njëra, siç e kemi bërë me dije edhe më parë, njëra nga gocat ka pasur rast të përsëritur dhune dhe është arrestuar ditët në vijim, por hetimi s'ka ndaluar këtu. Me hetimin ka rezultuar i përfshirë edhe një punonjës policie më vonë, për të cilën ne kemi marrë masën e pezullimit nga detyra, masën e përjashtimit, po sot, ditën e sotme kemi marrë këtë masë për oficerin e policisë të përfshirë në veprime të pahishme për një punonjës policie dhe për këtë arsye kemi bërë përjashtimin e tij. Hetimet vazhdojnë dhe ne do marrim gjithë masat e nevojshme në bashkëpunim me prokurorin në vazhdimsi.
Si do barë Televizion Plus, drejtor, sa i takon protestës, vendi po përballet prej paktën 40 ditësh me protesta masive përpara kryeministrisë, duke mos u ndalur tek protesta drejt e qytetarëve, por tek akte të dhunës. E disa persona gjatë protestës, të cilët u drejtohen me thirrje kërcënuese, jo vetëm deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por të zyrtarëve të lartë të shtetit. Janë marrë masa sa i takon personave, janë identifikuar të cilat janë hetimet e policisë vetëm për personat të cilat përbëjnë ose kanë kryer akte dhune ose bëjnë thirrje për akte dhune. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Patjetër që policia e shtetit pothuajse për çdo rast të evidentuar bën qyrjen apo pamjeve filmike të gjithë rrjeteve sociale ku shfaqen këto veprime të dhunshme që kryen ndaj institucioneve shtetërore apo ndaj personaliteteve të tjera, dhe për gjithë rastet ne kemi referuar materialet në prokurori dhe vazhdojnë hetimet së bashku me prokurorinë në këtë drejtim. Do vazhdojmë sërish të bëjmë të njëjtat veprime që kemi bërë deri më sot, pasi jemi në përputhje me ligjin dhe me gjithë procedurat tona standarde. Gjensila Kodra nga News 24, ju folët për sulme ndaj biznese. A kanë identifikuar strukturat përkatëse ndërkohë që ju i keni urdhëruar për hetim më të plot dhe si funksiononte kjo skem? Pyetja e parë, pyetja e dytë ka pjesën e protestës dhe një prej protestuesve po ashtu ka deklaruar se është dënuar brenda ambienteve të bllokut të sigurisë. Ka një hetim përkatësisht për këtë çështje, pra për këto deklarata edhe të avokatit të tij mbrojtës? Së treti, kreu i SPAK para disa ditësh, zoti Braho, deklaroi se Policinë e Shtetit e ka një nga partnerët më kryesor pra të hetimeve, por sërish ndërkohë nga ana tjetër pohoj se pret më shumë punë nga strukturat e policisë. Keni një reagim për këtë, duke qenë se në një nga operacionet e fundit BKH duket sigurisht na shkaloi Policinë e Shtetit dhe nga ana tjetër doja të pyesja edhe për sa i përket asaj që ju thatë për një oficer policie në lidhje me pezullimin apo largimin e tij nga Policia e Shtetit për sa i përket nxjerrjes së videos dhe hetimet të pahishme apo veprimet pahishme të tij në rastin e dhunës ndaj vajzave të rastit të ndodhur në Fier. Çfarë konkretisht ka pasur rol konkret pra punonjësi i policisë? Faleminderit. Faleminderit. Në lidhje me çështjen e parë, pyetjen e parë që ju bët, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Krimeve Kibernetike ka vazhduar duke kryer gjithë veprimet e nevojshme. Kemi marrë dhe kemi thërritur, kemi njoftuar bizneset që janë prekur, të cilat kanë ardhur kanë bërë kallëzimet përkatëse. Njëkohësisht kemi vazhduar me identifikimin e të gjithë profileve që janë përdorur në goditjen e këtij sulmi kibernetik, ku deri aktualisht kemi evidentuar edhe 150 persona ose subjekte kryesor që kanë përdorur rrjetet e tyre sociale të rregullta, jo fake, dhe ndaj tyre do vazhdojë hetimi dhe përgjegjësia penale. Kurse ndaj personave që kanë përdorur në rrjetet sociale atë indikatorin fake që nuk njihen, vazhdon puna për identifikimin e tyre. Sa i përket protestës, protesta është kryer brenda të gjithë rregullave dhe ligjore dhe ne kemi qenë në propocion me sulmin dhe në propocion me gjithë pjesën tjetër. Ka një hetim të nisur ndoshta nga MP-ja verifikus në lidhje me pretendimet që kanë personat që policia ka ushtruar dhunë, por në asnjë moment policia nuk ka ushtruar dhunë ndaj tyre, si në bllokun e sigurisë, apo dhe gjatë momenteve që kanë qenë shoqëruar në komisariatet përkatëse. Pyetja tjetër ishte me oficerin e policisë, që është i përfshirë në ngjarjen e Fierit. Ky nuk është se është evidentuar që ka nxjerrë videon ose e ka bërë publike për media, por pezullimi i tij është urdhëruar për shkelje të standardit dhe të cënimit të rënd të figurës që ka bërë punonjësi i policisë në krye të detyrës, pasi ka hyrë në një marrëdhënie të panevojshme me vajzat që kanë kryer këtë veprim të kundërligjshëm ndaj përmjeturës tjetër. Sa i përket pyetjes që SPAK-u nuk krijon më hetime ose operacione të përbashkëta, kjo s'është e vërtetë. Edhe në atë operacion, Policia e Shtetit ka qenë prezent aty duke kryer një sër veprimesh, por
ata kanë të gjithë atributin ligjor, të drejtën ligjore, si oficer policisë gjyqësore, si hetues të BTH-s, që të kryejnë veprime edhe vetë në terren. Kështu që s'ka vend për aludim, kjo ka qenë zgjedhja që ata kanë menduar, e kanë bërë vetë, por ne vazhdojmë dita ditës, jemi prezent në operacionet tona policore, ku edhe sot kemi pasur 3 raste të mbajtjeve pa leje, persona në kërkim të kapur pothuajse për vit, dhe kjo është vetëm një aludim ose një amëndësim që ndodh. Faleminderit. Sot tema reportëve. Zoti Hita, ju përmendët një sulm të koordinuar për bizneset, megjithatë në hapësirën online dhe biznesit ka edhe profile të tjera që merren me histori personale për atë individëve të caktuar në rrjetet të ndryshme sociale që denigrohen. Aq sa besoj që ka patur edhe raste fatale në qoftë edhe në vetvrasje. Po bëhet ndonjë gjë në këtë drejtim? Ka ndonjë fokus policia e shtetit për bashkëpunimin me rrjetet sociale apo identifikimin e rasteve flagrante? Patjetër që ne për gjithë kapacitetet që kemi, mbikëqyrim dhe shikojmë gjithë rrjetet sociale të cilat ku fëmijë të mitur bullizohen apo kryejnë edhe vepra penale në rrjetet sociale dhe të gjitha rastet referohen dhe ndiqen në mënyrë të vazhdueshme në prokurori. Edhe sot, që ditës sot me paradite, unë kam pas një takim me përfaqësues të kompanisë TikTok, me të cilët kemi ndarë këto shqetësime, kemi ndarë mënyrën se si ne duhet të parandalojmë këto veprime dhe mos u presim momentin kur këto ndodhin apo bëhen në rrjetet sociale dhe ndodh vepra penale dhe ne pastaj tregojmë. Prandaj jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjithë platformat më kryesore që përdoren kryesisht si TikTok apo Meta, Facebook e Instagram dhe vazhdon ndjekja e të gjithë këtyre problematikave. Faleminderit dhe punë mbarë.